Përpara se sa ta përmbyllim, më thuhet që komisionerja ka diçka. Po dua të flasni fjalë të fundit para se ta përmbyll këtë konferencë shtypi. Dua të shtoj ca fjalë personale për gëzimin. Çelja e të 6 grup kapitujve në 13 muaj është deklarata më e fortë e angazhimit tuaj personal i dashur Edi. Jemi të dy fëmijë të një rajoni ku shija e lirisë ka përcaktuar rrugtimin tonë. Dhe kur jemi takuar herën e fundit dhjetorin e kaluar, më sollët të dhuratë. Një kanaçe dekoruar Coca-Cola, që vinte në një kuti me mbi-shkrimin. Një herë e një kohë, ishte dhurata më e gëzuar edhe kur ta jepnim bosh, dhe çka është më tepër ka edhe skicimet tuaja të printuar aty sipër, pra është puna juaj. Për ta kremtuar këtë moment, kemi kthyer dhuratën tuaj në një dhuratë feste. Të gjitha ata prej nesh që janë rritur pas perdes hekur, të dinë se çfarë gjë misterioze ishte Coca-Cola, dhe më kujtua një libër që lexova nga Lea Ypi. Dhe ka një fragment ku dy familje shqiptare nxjehen paksa për një kanaçe bosh Coca-Cola. Libri i sjell në jetë 40 vitet e fundit shqiptare duke ilustruar përfshirjen e reformave dhe sfidat për ndërtuar institucione demokratike, tradita demokratike. Tregon sa larg keni ecur. Le të sigurohemi që liria të qëndroj me që popullin tuaj në Shqipëri e lirë, në Europë të lirë, dhe kjo është puna që ne presim që ju të përfundoni i dashur kryeministër, i dashur Edi. E tani mund të hamdëtor, duhet të festojmë edhe më shumë. 6 grup kapituj të hapur, të gjithë kapituj të hapur është diçka për të kremtuar urime Shqipëri. Thank you. When it comes to clusters and chapters, kur vjen fjala për grup kapituj, për kapituj, për piketa, për gjithë to gjërat neurotike, mund të na habisni, por kur bëhet fjala për dhurata e për ëmbëlsira, nuk e bëni dot. Kështu që më lini të shtoj diçka që mungon aty. Silleni, ju lutem. And it's not orchestrated. Dhe nuk është e orkestruar. Nuk e dinim. Kjo është vera autoktone shqiptare me etiketën e skicuar prej meje. Një është për ju. E tjetra për Marin. Kjo është për mua, natyrisht, sepse jam ti 60 vjet. Do të pryni qëririn, do t'ishte e pa drejt që të pryja qëririn pa Majlindën dhe Adean këtu. Efrin, ti qëririn. And now we need the Viking hands. Tani na duhet dora e një vikingu për ta prerë. Faleminderit. Amazing. We take it home. Shkëlqyer, do e marrim me vete. Po, kështu duhet jetë. Faleminderit shumë. Thank you, Martha. You are keeping the knife. Po e mban pikën. For the next case, when we për fazën tjetër. For us to not forget that po e mban pikën që ne të mos harrojmë që ka gjithmonë një tik aty. Thank you. And congratulations. Thank you. This is so good. Yeah. Thank you.